Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në InfoD këtu në televizionin DTV Media. Kosova po e mbyll edhe një vit të gjatë këtij viti me shumë sfida, pra 2025-ën. Ky vit nisi me zgjedhje parlamentare që u zhvilluan me 9 shkurt, po e mbyll ose e mbylli edhe këtë vit po ashtu me zgjedhje parlamentare, të cilat u mbajtën pra me 28 dhjetor. Në Hagë, ndërkohë, gjatë këtij viti, përfundoi edhe dëshmia e dëshmitarëve të prokurorisë, po ashtu edhe e dëshmitarëve të mbrojtjes. Pra, pati zhvillime të rëndësishme edhe në Hagë, pra në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s, po ashtu pati zhvillime edhe në aspektin energjetik, ku pa diskutime, debate të shumta për ngritjet e faturave të energjisë elektrike edhe blerjet ose importin e shumë të saj. Do të flasim sonte në studio për këto dhe shumë temat e tjera të cilat e kanë karakterizuar vitin 2025 dhe sfidat që e presin vendin në vitin 2026 me politologun dhe ekspertin e sigurisë Ibrahim Shala, por vetëm pas pak, më që si zakonisht, së pari do t'i ndjekim lajmet kryesore të ditës. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz në ditën e veteranit të UÇK-s. Kryetari i kësaj organizate Hysni Kucati ka përmendur ish-krerët e UÇK-s, të cilët ndodhen në paraburgim në Hagë, pa të cilët tha se kjo festë është e mangët pa njerëzit që luftuan për vendin tonë. Nuk e ndim vetën as lirë për arsye se ende kemi problem me institucionet tona, ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende. Dhe ne këtë festë që e festojmë sot kemi të mangë për arsye se ne i kemi njerëzit të cilët kanë ndërtuar luftën, po që janë në qendrat e paraburgimit në Den Haag, ku kjo festë sot është e mangë pa ata njerëz të cilët luftuan për vendin tonë. Kështu që unë në emrin tim dhe në emrin gjithë të shohëve këtu do t'ia uroj ditën e veteranit mas pari familjes të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Falënderit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar ditën e veteranit duke thënë se për ulet me respekt të thellë para burrave dhe grave që u ngritën kur liria ishte vetëm një ëndër. Sot në ditën e veteranëve të UÇK-s për ulemi me respekt të thellë para burrave dhe grave që u ngritën kur liria ishte vetëm një ëndër. Ata u bën mburoj e popullit të zëja dheut dhe shpresë në kohën më të errët. Veteranët e UÇK-s janë dëshmia se liria nuk durohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë. I tyre drejt lirisë u kurorëzua me dinjitet dhe fitore, thuhet në urimin e Osmanit, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se veteranët me veprën dhe luftën e tyre kanë bërë historinë e çlirimit të Kosovës. Veteranët e luftës çlirimtare janë shokët, bashkëpunëtarët dhe luftarët dëshmitar të dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Ju lumt pushka luftar, ju zgjat jeta veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me veprën dhe luftën tuaj ju keni bërë historinë e çlirimit të Kosovës, rrugë në të cilën udhtojnë të gjithë ata që angazhohen për shtetëndërtimin e Republikës së Kosovës dhe faktorizimin e kombit tonë, ka thënë Kurti. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër SPK për veprën penale, krim lufte kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës, i pandehuri SPK dyshohet se gjatë viteve 98-99 në fshatin Llashtic të komunës së Gjilanit, në krye me pjesëtar të tjerë të forcave policore, paramilitare dhe ushtarake serbe, kanë kryer krime lufte ndaj popullsisë civile të përkatësisë shqiptare. Në Prizren, në afërsi të shtëpisë së kulturës, ka shpërthyer një zjarr i madh në një objekt ku si pasojë ka ndruar jetë një fëmijë 1 vjeçar. Sot me datën 30 dhjetor 2025, rreth orës 10 është raportuar për një zjarr në një shtëpi banimi në qendër të qytetit të Prizrenit. Si pasojë e zjarrit, një fëmijë rreth moshës 1 vjeçar ka humbur jetën, ku dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e thithjes së tymit. 3 fëmijë të tjerë janë shpëtuar dhe janë dërguar për trajnim mjekësor në emergjencë, ku po marrin kujdesin e nevojshëm shëndetësor, ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.
Kryesuesi i bordit të rregullatorit për energji Ymer Fejzullahu ka bërë thirrje për kursim të energjisë elektrike. Ai tha se konsumi në periudhën e pikut ka arritur në 1500 MW për orë, ndërkaq prodhimi i Kosovës është 900 MW. Fejzullahu theksoi se kjo diferencë duhet të importohet dhe përveç kësaj shtoi se po dalin probleme sa i përket kapaciteteve transmetuese dhe shpërndarëse. Pra i bëjmë thirrje gjithë konsumatorëve, sidomos atyre të energjisë elektrike, të cilët kanë mundësi të ngrohen me lëndë ndrysore, sidomos në shtëpi apo në zonat rurale, që të paktën për muajin dhjetor dhe muajin janar kenë konsiderat që kursejnë energji elektrike dhe mos të shfrytëzojnë energjinë elektrike për ngrohjen e sipërfaqeve ngrose, meqense se në shumicën e rasteve, siç keni pa dhe ju, është e papërballueshme për sistemin tonë, meqense se piku ka rritur mbi 1500 MW, ku prodhimi maksimal në termocentralet tona është rreth 900. Kjo diferencë do të importohet. Zyra e rregullatorit për energji ka përcaktuar tarifat e reja të ngrohjes për konsumatorët e ndërmarrjeve publike në Prishtinë dhe në Gjakov për sezonin e ngrohjes 2025-2026. Në mbledhjen e sotme, ZRE mori vendim që të ketë zbritje të tarifave për 4% të termokosit në Prishtinë, kurse 5% të ndërmarrjes publike në Gjakov. Kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Fejzullahu tha se zbritja në këto ndërmarrje publike vlen vetëm për konsumatorët që faturohen me matje. Me propozimin e këtij viti, të hyrat e lejura maksimale për në që Gjakovën edhe në që termokosin do të rezultojnë ta zonë për në që termokos do të kemi zbritje të tarifa për rreth 4%, ndërsa për në që Gjakova për 5%. Kjo duhet të theksojmë që është vetëm për konsumatorët me matje, meqense kemi konsideruar që ka pas kursim të kjo kategori e konsumatorëve dhe si rezultati i këtij kursimi është reflektuar edhe në tarifat e këtyre dy ndërmarrjeve për vitin 2025-2026. Tarifa me matje për konsumatorët e sasisë e energjisë furnizuar është 33,65, ndërsa për komponenta fikse për kapacitet është 0,73 euro për kilowatt për muaj. Tarifat pa matje, sipas sipërfaqes ngrose, për konsumatorët shtëpiak janë 0,76 euro për metër katror dhe 0,95 euro për metër katror. Komuna e Prishtinës në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur sot ka vendosur përdhënie në shfrytëzim të 5288 pronave publike, me 31 vota për, 14 kundër dhe asnjë abstenim, ka kaluar në Kuvendin Komunal të Prishtinës në një seancë të jashtëzakonshme. Lista e veçantë për pronat e paluajtshme të dhëna në shfrytëzim për 2026, ani pse kishte diskutime të shumta rreth saj si mangësi dhe si dokumentacion. Drejtori i pronës në komunën e Prishtinës, Ibrahim Mehmetaj, tha se ky dokument është i rëndësishëm për zhvillim ekonomik, social dhe urban të komunës. Një dokument i rëndësishëm veçantë për zhvillim ekonomik, social dhe urban të komunës tonë. Kjo listë është hartuar në përputhje me legislacionin në fuqi, strategjinë zhvillimore komunale, si dhe me parimet e transparencës, interesit publik dhe menaxhimit të qëndrueshëm të pronës së kryeqytetit. Qëllimi kryesor është që pronat komunale të mos mbesin të pashfrytzuara, por të vijnë në funksion të zhvillimit, krijimit të vendeve të reja të punës dhe rritjes së të hyrave për kryeqytet. Pronat e përfshira në këtë listë janë analizuar me kujdes në aspektin juridik, urbanistik dhe ekonomik. Shfrytëzimi i tyre do të bëhet përmes procedurave të hapura, konkurruese dhe transparente, duke garantuar ruajtjen e pronësisë dhe interesit publik. Dhënia në shfrytëzim e këtyre pronave krijon mundësi për zhvillim ekonomik, për mbështetjen iniciativave lokale, si dhe për rritjen e të hyrave vetanake të komunës, të cilat më pas kthehen në shërbime më të mira për qytetarët tanë. Miratimi i këtij vendimi sot i hap rrugë planifikimit me kohë për vitin 2026 dhe siguron një proces të rregullt, të barabartë dhe transparent për të gjithë të interesuarit. Me sjell një listë me 5288 prona në një seancë të jashtëzakonshme dhe me kërku prej asamblesë që me votu të njëjtën,
pa kompletim të dokumentacionit para prak, me të vërtet nuk është në rregull. Ky është një trajtim, siç kishte më thënë kolegi imi, makineri votash. Asamblestët nuk janë makineri votash. Nuk muj me ngrit dorën për me votu prona, cilat as nuk e dim kush i zotron, kush është pronari ligjor, as kush i shfrytëzon, as cili është destinimi i tyre. Para është që dokumentet që keni dërgu nuk e kanë arsyetimin publik, sipas ligjit që rregullon dhënien me qira ose shfrytëzimin e pronave publike, ju do të japni një arsyetim për arsyeshmërinë ekonomike edhe qëllimin për çfarë arsye po japen këto prona. Kjo nuk ekziston në dokumentet që i keni dërgu, edhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, kryetari është i obliguar që çdo 6 muaj të raportoj për pronat që janë dhënë në shfrytëzim. Unë do doja ta shija një raport të tillë minimalisht për pronat që janë dhënë në shfrytëzim vitin 2025. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. E treta, Komuna e Prishtinës nuk e ka rregulloren që i kërkohet për dhënien në shfrytëzim të tokave, të pronave në përgjithësi në periudhë më pak se një vit. Shikues nderuar, tani është koha për bisedën në studio me të ftuarin tanë për sonte, zoti Shala, mirë se vini në InfoD. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeni dhe përshëndetje për gjithë televizionistët e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Me që e kemi sonte të fundit InfoD për këtë vit, për vitin 2025, po e nisim me një pyetje kështu të përgjithshme, themi si e ke pa Kosovën ose sfidat në për cilat ka kaluar Kosova gjatë këtij viti, e ka nisë me zgjedhje në shkurt, me 9 shkurt, e përfundoi po ashtu me zgjedhje me 28 dhjetor, e po ashtu edhe ajo blokada, pastaj po edhe zhvillimet në Hagë dhe shumë të tjera të cilat do të diskutojmë, por një rezume kështu si e ke pa? Patjetër, si drejtuesi i misionit do t'ju kisha lutur që të më lejoni disa sekonda që në fillim të këtij bashkëbisedimi të bëj një përshëndetje për të gjithë veteranët e UÇK-s, për të gjithë luftëtorët dhe çlirimtarët, të rëndë dhe të gjallë, duke ju shprehë mirënjohje, lavdi dhe respekt, duke përfshirë dhe drejtuesit të UÇK-s që janë sot në Hagë, dhe posaçërisht do të kisha dashur njërin ta përshëndes veçanërisht është Salim Mustafën Calin, të cilit këtë ditë i ka vdek baba dhe përmes televizionit tuaj edhe t'i shpreh ngushëllime për vdekjen e babait. Po t'i restoran që nuk u lejua as ta vizitante sa ishte gjallë, kështu që ata që kanë qenë në përburgje e dinë sa është e rënd kur të vdes familjari dhe kur nuk tipet një mundësi e tillë, por unë kam besim të ai djalë dhe të ata burra që edhe vështirësitë e tilla i përballojnë me dinitet dhe me sukses, sepse i ka kalit jeta, edhe për situata të tilla. Po, patjetër. Si e pat këtë vit? U ashtrova pyetjen në fillim, si e pat këtë vit për gjitha zhvillimet që kanë qenë gjatë 2025-s për vendin? Po, nëse e kthyrëm nga perspektiva e dronit tash, mos i ka kalu një vit, ajo që ka të vjen në mend dy fjalë të para ose ka qenë viti zgjedhjeve, edhe ka qenë një vit që e ka karakterizu Kosovën një ngërç i madh. Këto janë dy përshtypjet e para që dolin shpejt. E pastaj mund të shkojmë me radhë të përrimësojmë dhe elaborojmë gjitha një nga një. Po, e pritet në fakt në fillim të vitit kur u mbajtën zgjedhjet dhe shkuan mirë procesi, fatmirësisht në shumë vite tashmë Kosova po lavdrohet për zgjedhjet të mira, të drejta, demokratike dhe domethënë pa eksese që do ta preshtin, do t'ja hopnin imazhin një procesi zgjedhor. Pritni që do të kishte një krizë edhe një blokadë të tillë? Thonë drejtën nuk e kemi prit, sepse zgjedhjet teknikisht ishin të organizuara mirë, shkuan shumë mirë, duke përfshirë edhe fushatën, numërimin, rezultatet, do të thotë edhe procedurat e votimit shkuan mirë, rezultati u qartësua dhe pritej që
Megjithatë, duke po atë rezultat, që ishte gati si baraz, duke përjashtu listën sërbe, pritej dhe besonim se do të bëhet një zgjidhje shumë më shpejt, do të ketë një marrëveshje ose do të ketë edhe mirë kuptim në distancë mes forcave politike që të themelohen institucionet e vendit, siç ishte parlamenti e pastaj si pasojë edhe qeveria. Po kjo nuk doli ashtu. Hym në një garë, hym në një ndofarbinor që shkonin të shty njëna tjetrën edhe në kohë ashtu vazhdoi rrithë kohën të njëjtin pozicion palshu pe as njëna pol dhe mori shumë kohë gati shkoj viti me këtë çështje kështu të mos u konstituue. Po, humbi në fakt Kosova shumë themi duke parë pastaj zhvillimet që ndodhen më pastaj, sepse i kishim masat e nej të Bashkimit Evropian të vendosura më herët, kishim pastaj prishin një farë forme raportet me SBA në kuptimin e ndaljes së por a hupi shumë me këtë ngërsh Kosova? Ka humb Kosova, tash kjo është relative shumë apo pak, por Kosova ka humb, sepse e para ka humb në imazh, edhe pse nuk ndodhte për herë të parë kjo në Kosovë, zgjatja e mos konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve. Mirë, po megjithatë kjo zhargitje, ky ngërsh ndikon negativisht për imazhin e Kosovës edhe jashtë Kosovës. Po ashtu, edhe pse ne kishim një qeveri në detyrë, megjithatë qeveria në detyrë nuk është e njëjtë sikur qeveria e plot fuqishme që ka kompetencat e plot fuqishme për të vazhduar dhe të zbatuar programin e vetë qeverisës dhe pastaj Po s'kësojna vetëm 2014 kishim zoti Shala domethënë si një farë lloj bllokade si tash, domethënë. Nuk është që kishim edhe fort më herët, ishte tash nëse e kthehemi edhe në kohë edhe në 2001 kishim zvarritje goxha, po jo një vjet. Jo, një vjet, jo, po thash unë të krahasuar me vendet evropiane, sepse ka pas në Holandë dhe ka pas në disa vende tjera që kanë zgjatë edhe më gjatë se të ne. Po sigurisht, nuk jemi në stadin e tyre, ha? Çdo zgjatje dhe çdo zhagitje e formimit të institucioneve që duhet dolën pas procesit zgjedhor nuk është e mirë. Sigurisht ato kanë kosto negative edhe çështja e qëndrimit që thatë ju të SBA-ve ose ose u pezullua dialogu strategjik. Domethënë ishte një zhvillim që pikërisht për këtë fakt, domethënë këtë ngërsh që nuk kishte vullnet të zgjidhej vullnet. Po themi domethënë vullnet plot kuptimin që t'i jepet dika zgjidhje, sepse ishte vazhdonte të shkonte vetëm me një kandidat për kryetar kuvendi, pala tjetër se pranon, domethënë ishte një vendnumrim themi. Ka qenë një vendnumrim, mirë po tash kur i shohim për i perspektivet që ka kalu, na i shohim ndryshimet që janë bo, edhe ato tash shihen jo si qëndrimet e ngurta dhe pozicionet forta që kanë qenë kashi Kosovës ose kashi qeverisë e Kosovës, sepse përsëri duke qenë kjo qeveri në pushtet, ashtu në detyrë masakt, i pomni ndryshimet pozitive që erdhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vetë presidenti Trump, pastaj ndryshimet pozitive që erdhen duke i largua ato sankcionen edhe nga Evropa, dhe përsëri ndodhen këto në fund të vitit, sepse duket më shumë kanë qenë të kurzuar nga geopolitika, nga faktorët e jashtëm të cilët ndërthuren me pozicionin Kosovës, sa që kanë qenë raporte në mes të palëve. Megjithatë, gjatë këtij viti, domthonë, edhe në fillim nisi procesi që ishte, u tha që është viti i fundit, ose ishte në këtë rrugën, në kilometrat e fundit, ta themi kështu, çështja e shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Si e keni parë gjatë këtij viti dëshmitarët, përfundimi i dëshmitarëve të ZPS-s, por edhe dëshmitarëve të mbrojtjes. Ndalim pak edhe tek çështja e dëshmitarëve të ZPS-s. Si keni parë zhvillimin në këtë vitin e fundit, 2025, që ishte thuajse gati final, para finales të madhe vendimit që presim?
ky ishte një proces i stërgjatur, një proces i pa nevojshëm, njëherë vetë ngritja e gjykatës, pastaj mbajtja e gjykimit, kanë qenë të panevojshme që të mohon në nivel të tillë dhe me kompetenca të tilla me u dhënë një gjykate për gjëra për krime dhe ato një etnike, kur parimi i Europës edhe botës perëndimore është multietniciteti, mirë po në për rrethonat e luftës, në luftë gjithë janë dy palë, dhe të marrësh edhe ta veçosh njënën palë dhe t'i barazojsh krimet dhe të bëjsh gjykat dhe gjykim vetëm për njënën palë, kjo është qasje e pa drejt dhe ka qenë shumë e pa drejt gjykata speciale, karshi luftës së UÇK-s, pastaj karshi barzëve të luftës dhe pastaj karshi drejtuesve të luftës. Mirë po, në këtë vit, procesi mori një zhvillim ma tjetër, sigurisht se kjo është para po prej drejtuesve atje prej të akuzuarve që janë Hagë dhe prej ekipit të tyre të avokatëve, që kanë pas një strategji me sjelljen e dëshmitarëve të rëndësishëm, dëshmitarëve të kohës, personalitetet e mëdha të botërore që janë të SBO-ve dhe të Evropës, të cilët me dëshminë e tyre bën ndikim shumë pozitiv, sepse fjala atyre ka peshë, edhe në audiencën ndërkombëtare ka peshë, po edhe para një trupi gjykues ka peshë. Dhe unë mendoj se aty mori për mirë një kohje tjetër, ndryshu kohja dhe qëndrimi, pastaj ka pas edhe zhvillime tjera para kësaj, për shembull deklaratat të cilat i dha Dick Morty dhe që pranoi se ka bashkëpunuar me shërbimin sekret serb, pastaj edhe ndjekja që ky shërbim i boni po ati kur ai ndroi deklaratat dhe ndoshta edhe vetë vdekja ati është... Po dhe tentimi për vrasje e tij që ishte i planifikuar dhe doli që ishte nga... Gjitha këto dëshmojnë se akuzat kanë qenë të fabrikuara dhe aty ka qenë dora e shkathë të Serbisë në hartimin e kësaj. Dhe tash duke i po rrjedha në këtë vit. Fillim viti sigurisht do të fillon përsëri me vazhdimin e seancave dhe ku të akuzuarit do të kenë drejt që të shprehin edhe ata pikpamjet e tyre dhe qëndrimet e tyre dhe jo kam shpresë, po kam bindjen se aty do të dëshmohet edhe një herë se lufta e UÇK-s ka qenë lufta më e pastër prej gjitha ushtrive kryengritëse deri më sot që nje historia e artit ushtarak mbi luftat guerile dhe luftat çlirimtare dhe sigurisht se drejtuesit e UÇK-s do të marrin pafajësinë. Pra, pretni që pas më shumë se 5 viteve të qëndrimit në paraburgim, ata të vinë në Kosovë dhe të shpollën të pafajshëm, duke po që edhe mbrojtja ose dëshmitarët që i thirrin mbrojtja ishin njerëz kredibil, të cilët aktorë të kohës së luftës, të zhvillimeve të asaj kohe? Po, gjykata ka mënyrën e vet të funksionimit, ka mënyrën e vetë se si ajo i ballafaqon argumentet dhe faktet. Dhe tash, deri të këta dëshmitar, gjykata ka përdor shpesh edhe dëshmitar anonim, dëshmitar me zonë të deformum, dëshmitar pa figurë, që një gjykate cila thirret në vlerat e drejtësisë evropiane nuk i bën derë një sjellje e tij, një seancat e tilla të mbyllura dhe pastaj gjithë kjo, ta them, tendencë për mos të ndriçuar edhe para publikut procedurat se si janë zhvilluar mbrana në gjykatë. Dhe tash kur morrim peshën e argumenteve, peshën e argumentit edhe peshën e dëshmisë që kanë këto ish personalitetet atëhershme, që kanë drejtu botën, që kanë vendosur për fatit e popujve, ato janë shumë të rëndësishme dhe do të kenë ndikim përfundimtar edhe në vendimorjen përfundimtare të gjykatës, sepse ato nuk mund të mohohen, dhe si të tilla, pasi nuk mohohen, atëherë argumentet që janë në të mirë të palës mbrojtëse, edhe duhet japin efektin e vetë pozitiv.
Po sepse ishin njerëz të niveleve të larta si James Rubin apo edhe Hill apo edhe të tjerë, Clarku, sidomos ishte në atë kohë general i NATO-s. Megjithatë, që ke po pastaj edhe protestat që janë zhvillu zëtë Shala në këtë kohë, gjatë këtij viti janë organizuar një mori protestash në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, e po edhe në Strasburg atje. Si ke po organizimin e tyre? Kanë ndoj, si me thonë kështu, ndikim apo janë vetëm në formën e solidarizimit? Sigurisht kanë qenë vetëm për të kërkuar drejtësi dhe asesi për të ndërhyrë. Protestat janë keq kuptuar dhe janë keq interpretuar nga kundërshtarët e luftës çlirimtare të Kosovës, por edhe nga kundërshtarët e Kosovës. Ato protesta nuk kanë qenë për të ndikuar absolutisht në drejtësi, që dikush mund t'i quajë ndërhyrje në drejtësi. Mirë po, bashkëluftëtarët më mirë se gjithkush i njohin bashkëluftëtarët e tyre, i njohin e prorët e tyre, dhe ata kanë shpreh besimin e thellë që kanë në pafajësinë e bashkëluftëtarëve. Dhe këtë besim ata kanë ndoshtë me bë publik. Edhe kanë bë publik në Kosovë, kanë bë publik në Belgjikë, kanë bë në Tiranë, kanë bë në Tiranë, Strasburg, në Shkup. Po edhe në Hagë, po e kanë bë publik qëndrimin e tyre. Mirë po kjo ka edhe pjesën e solidarizimit, e ka edhe bashkë ndjenjen se jemi për krah juve dhe me ju dhonë fuqi liderëve të UÇK-s, drejtuesve të UÇK-s, se ne besojmë në pafajësinë e juaj, se ne jemi me ju dhe këtë besim tonin duhet ta ketë parasysh edhe bota demokratike, por edhe njerëz të drejtësisë. Unë mendoj se kanë pas efekte shumë pozitive ato, edhe në imazhin e Kosovës, edhe në imazhin e luftës, sepse kanë qenë shumë të organizuara mirë, nuk ka pas ndonjë ekses, nuk ka pas hyrje, nuk ka pas ndonjë sharje, nuk ka pas simbole që prishin imazhin e luftës UÇK-s, do thotë kanë qenë në një nivel shumë të lartë edhe të organizimit, edhe të kulturës paraqitjes, edhe të shprehjes së mendimit dhe të protestës që kanë bërë ata. Po, be thatë që ju faktë pritni që lideret e UÇK-s bartës të luftës të kthehen në Kosovë. Kur jemi tek çështja e luftës dhe e sigurisë, themi në fakt tani sepse edhe FSK-ja është pasardhëse e UÇK-s, njerë TMK, pastaj FSK, tash ushtria e Kosovës. Ka pas zhvillime jashtëzakonisht të mëdha, mos themi vetëm në Kosovë, po edhe në rajon me fuqizimin në ushtri dhe pajisje me armatim, edhe në tek shtetet tjera. Çuçi ke po gjatë këtij viti në aspektin e sigurisë, domethënë Kosovën, furnizimi i FSK-s, i ushtrisë me pajisje me armatim, sipas domethënë këtu lidhen ligjeve që i takojnë. Po, lidhen disa faktorë. Si ke po këto? Edhe kërcënime themi për shkak se kanë ardhur për mund të ketë një konflikt të ri. Gjitha këto ndryshime janë pasojë disa faktorëve që kanë ndikuar drejt për drejt edhe në Kosovë. E para është lufta në Ukrainë. Lufta në Ukrainë po zgjat që sa vite, është viti 4 apo i 5 që po hym do. Dhe kjo i ka bindë evropianët dhe liderët shtetëror se lufta në afërsinë tonë nuk është një shako, po është një veprimtari reale që po zhvillohet edhe në mënyrën më të vrasht saj, të mundshme. Dhe shtetet duhet të morrin masa për përgatitje, për fuqizim të ushtrive të tyre, kanë ndru ligje, kanë përshtat ligje, kanë bë projekte dhe strategji për zhvillimin e industrisë së armatimit, për armatosje, dhe jashtë kësaj nuk ka metas Kosova, sepse Kosova është palë me NATO-n, me shtetet perëndimore, e cila e dënon agresionin rus në Ukrainë, mirë po edhe është palë që ka dhënë kontributin e vetë dhe jep për çlirimin e Ukrainës. Dhe pikrisht në këtë klimë edhe Kosova ka bën ndryshimin e vet, ka bën blerje të armatimit, edhe furnizim me armatim të ri,
Mirë, po këto procedura janë pak të ngadalshme, sepse porositja bëhet pak më herët, pastaj sjellja e armatimit vjen në kohën e duhur dhe kohën e caktuar. Mirë, po e gjithë kjo ka që përpora nivelin e ushtrisë tonë, gatishmërinë edhe forcën mbrojtëse ka rritë të saj. Mirë, po me këto është përputh, pikërisht me këtë situatë është përputh edhe fazat e zhvillimit të FSK, sepse FSK-ja ka kaluar për disa faza dhe duke ju afru fazës së tretë që është 2005-2008, ku hiqen limitet për blerjen e armatimit, do të thotë blerja armatimeve më për ushtrinë tonë, nuk është çështje e limiteve dhe si ta them kufizimeve, mirë po është çështje e planifikimit strategjik, çështje e fuqisë së buxhetit tonë, financave tona për të avancu përpara, dhe kjo është përputh pastaj edhe me kryeministrin aktual që e ka Kosova, zotin Kurti, i cili e ka rrit me shpejtësi të madhe buxhetin për ushtrinë e Kosovës, sidomos për blerjen e armatimeve, dhe nuk është ndonjë sekret që e them se ai ministri të mbrojtjes i ka afru mundësi për blerjet armatimeve dhe edhe për te planifikimeve ekzistuese, sepse ka do procedura edhe për blerjen e armatimeve, dhe gatishmëria për kryeministrit ka qenë e hapur që ushtria e Kosovës të armatoset në bazë të planit që ka planit zhvillimor të armatosjes. Dhe nivelin aktual sot, ushtria e Kosovës edhe këtë vit është armatos me artilleri, me autoblinda lëvizë, me armatime të llojeve të ndryshme që e rrisin fuqinë mbrojtëse dhe goditëse të... Kishte edhe ardhje të mira dronëve edhe të pastaj janë dronet që kanë antitankse dhe dronet. Dronet janë... E forcojnë këto, si me thonë, një farë me sigurinë dhe... Sepse kjo nuk është sulmuese, por janë armatim mbrojtës. Me thonë, fuqinë mbrojtëse. Janë armatim mbrojtës, sepse strategjia e Kosovës nuk është ndërtuar që të sulmojë ndonjë shtet fshinj. Strategjia e Kosovës është mbrojtëse, që të mbrojë territorin e vet, integritetin e vet dhe sovranitetin e vet, lirinë e vet, dhe ajo që përmendet ju dronet, janë disa tipet e droneve që kanë orë në Kosovë, edhe këta kamikaz. Teknologjia e droneve kanë rrua edhe formën e armatimit të ushtrive, po edhe zhvillimet në beteja. Sot dronit të zëvendëson edhe artillerin me gjutjet largët, edhe të zëvendëson ndoshta aviacionin e helikopterve, edhe të zëvendëson shumë gjona tjera, dhe lehtësia e përdorimit nuk duhet më aty që të ketë moshkuj të fuqishëm që të operojnë me granatat e mloja, me gjyljet të mloja të topave me larg hedhje. Por sot gati të gjithë mund të bëhen operator dhe nga një kompjuter i caktuar të drejtojnë dronet edhe të jenë efikas. Do të thotë edhe shërbimi në ushtri, edhe përballja në luftime ka marrë një tjetër formë duke u bazuar në teknologjinë dhe në elektronikën bashkëkohore që kemi sot me sistemet e GPS-it, me satelit dhe me tjerë. Po ashtu Kosova ka pas, mos jemi të kjo temë, edhe një marrëveshje të mirë për fabrikën e municionit që kanë nënshkruar një kontratë për ngritjen e fabrikës së municionit. Kjo do të jetë një vit që do të mbahet në mend në historinë e Kosovës, në historinë e ushtrisë të Kosovës, sepse për herë të parë në historinë e tokës të Kosovës, dhe të vetë Kosovës, do të kemi një fabrikë që do të prodhon municion për ushtrinë tonë. Na i kemi shumë të freskëta kujtimet prej luftës tonë çlirimtare, kur është bo me kuaj, me krah, me shpinë, është bo municionin nga Shqipëria, dhe luftëtarët tanë në beteja kanë qëndruar trimërisht, po kanë qëndruar shpesh në situata shumë të vështira edhe me fishek të numëruar. Po, megjithatë, investimi në ushtri dhe pajisja me armatim ishte edhe e vlerësuar, themi kështu, nga të gjithë, por kishim edhe anën tjetër, zoti Shala, që patëm një, themi,
ngritjet e çmimeve në gjithë sektorët, të energjisë, dhe ishte një jetë e rënduar gjatë këtij viti, duke mos pas edhe institucione fuqiplota, që është qeveria apo edhe Kuvendi, për të ndërmarrë, si me thonë, hapa edhe për të zbut, themi këtë. Si keni po në këtë aspekt, përpos ushtrisë, janë u ngritën kapacitetet dhe mirë që ka investim të jashtëzakonshëm, sepse është sektori jashtëzakonshëm dhe tepër i rëndësishëm. Por si keni po në aspektin ekonomik të vendit kënjënej zhvillimet? Në aspektin ekonomik, kërkon pak një qosje tjetër. Kjo çështje se është ekonomia, kuptohet është baza e gjithë superstrukturës tonë, edhe që mbështet edhe zhvillimin, edhe ushtrinë, edhe arsimin, edhe gjithë shka varet aty. Po kjo sikur u la unash pak, a thu? Mirë, po... Për shkak të rrethonave. Për shkak të rrethonave, para, çmimet ngritën për shkak se ne jemi të rrethuar me ambient lufte. Ambienti luftës që ndikon edhe këtu në Ballkan tek ne, se ndikimet e Ukrainës janë shumë të drejtë për drejtë, edhe pse na duket si territor pak i largët. Dhe çmimet shkojnë duke afektuar njëra tjetrën edhe ngritën. Ngritet nafta, pastaj fillon gjithçka thotë se është ngrit nafta dhe ngritën çmimet e tjera. Mirë, po çmimet që ngritën për industri dhe për të tjerat i kuptojnë ata që drejtojnë dhe menaxhojnë industri dhe ekonomi. Ndërsa ju që shtroni çështjen për kushtet e jetesës, për kushtet e ekzistencës së popullatës, këtu duhet ta theksojmë edhe një diçka. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij në kohën që shkoi ka ofruar një ligj për çmime tavan, mirë, po fatkeqësisht për neve si qytetarë dhe konsumatorë, kjo nuk gjeti unitetin e plotë e partive politike. Partitë opozitore që unat ligj në gjykatë kushtetuese dhe ai sot asaj dite nuk ka. Po arsyetimi është ekonomia e lirë e tregut dhe si mund t'ja vendosësh? A duhet politika të tjera dhe jo çmimi ku ja kufizon ti se sa me fitu ai, do është ekonomia e lirë e tregut. Është ekonomia e lirë e tregut, por shteti ka rregulla. Shteti nuk është anarki, për ekonominë e tregut duhet me qenë edhe konkurenca duhet më kone e ndershme dhe e barabartë. Po sigurisht, por duhet me metoda nështë, a duhet metoda tjera apo kjo? Unë ty të pyes si unë për vete jam fshatar edhe jam krye familjar, po dhe ti je ashtu. Tregom kur ka qenë koha që fëmijët e tu duhet mungi me molla. Molla që i prodhon vendi jonë, ka do që cilë, është 1000 metra lartësi mbi detare. Çmimi i mollës ka qenë çdo herë €1,5, verë, dimën €1,5. Specat që i bën rroshi Dugaxhinit, i ke çdo herë €2, €2,5 dhe €3,5, barabar me mishin e pulës kanë shkuar. Dhe tash, cili ai fitim të qenka, liri e tregut që ti me fitu diçka me 500%, 600% jo, me fitu me diçka. Jo, po është arsyetimi për ngritjen e çmimit të energjisë. Sa është ngrit çmimi i energjisë ta zëm? Nuk ngritet. Po ja afekton të gjitha atje, sepse edhe në Pemishtë edhe në Livadhe, nuk ngritet energjia edhe atje. Mirë, ka sektor ku sektor. Ka nevojë për të mbikëqyr, edhe për të shiku. Po themi në sektor tjerë është një... Na flasim për artikujt e shportës, fitim duhet kesh. Dihet 1% po, është 1% në fitim, shteti ka tatimu me 18%, ai tatimon edhe fitimet, edhe biznesit duhet ta ketë normën e fitimit. Nuk po flasim për industritë të tjera, mirë, po nuk mund të shkohet në çmimet e pa kontrolluara. Kërkush nuk lejon që ti të kesh fitime me shumë fish ma tepër në emën të ekonomisë e tregut. Nëse është ekonomia e tregut, atëherë nuk duhet ketë monopole. Kjo i thënë monopolet. Nuk ka mundësi kur qoshtin me mëngjes dhe i viziton gjitha supermarketet në Prishtinë dhe gjitha e kanë mollën €1,49. Qysh nuk ga bëjti njëni supermarket me pos €1,40 ose €1,45, po €1,49, për çka flet kjo?
Kjo flet se këta zotni... Ka marrëveshje të msheft, thoni? Ka marrëveshje të msheft dhe këta mojnë monopol. Dhe cili qenë ka pastaj efekti i konkurencës në treg. Shkon ja blen fshatarit me 30 cent, edhe vjen ta shet ty me 1,5 €. Dhe kjo është një qosje shumë e gabuar e tregtarëve tanë, është një qosje shumë e gabuar e tregtarëve tanë. Unë nuk jam ekspert, as i çmimeve, as i ekonomisë, as i tregtisë, por unë jam konsumator. Edhe blej çdo ditë edhe unë flas për efektet negative po sigurisht si qytetar të kësaj. Për këta ekonomistat, Ministri i Financave, Agjencioni i Tatimeve dhe Parlamenti, ligjvënësi, duhet të bëjnë ligje që të na mbrojnë neve si qytetar dhe konsumator, edhe të mbrojnë edhe bizneset edhe investimet e tyre. Pikërisht kjo, sepse po them prapë kjo, qytetari të mbrohet. Dhe t'ju krijohet kushte, sepse pagat e dim se nuk ka pas rritje të pagave që t'i përballoj këto çmime që janë rrit, domethënë në mënyrë të shpejtë, jo ndoshta të ngadalë, po ta zëm nga 2,5 € një tabull ve është bën në 7. Domethënë është rritje enorme, kjo është pothuajse e papërballueshme gati. Kur dihen me sa paga jetojnë, me çfarë pagash jetojnë. Prandaj në këtë aspekt po them që a ka stagnuar në drejtim të politikave ekonomike, a kemi një stagnim edhe për shkakun që s'kemi pas qeveri, edhe kuvend? Kështu statistikat nuk thonë, s'pokut jo statistikat zyrtare. Për shembull i ke publikimet që thonë se Kosova ka pas ngritje ekonomike në një ndër 8 vendet e Evropës dhe radhitet si e 4 që ka pas ngritje ekonomike dhe ato 8%. Dhe zhvillim dhe ngritje ekonomike. Sipas BCK-s dje është 3.9. Po 3. Edhe vitin ashëm parashihet unë 4.1. Unë u bazova në një publikim që e kanë bërë këto... Më dhëm dje nga konferenca e Bankës Qendrore, me Tismajlit. Edhe nësë është me 3.9, do të është 4%, me gjithat është ngritje. 4% është ngritje e lartë, shumë është ngritje e lartë. Mirë po, këtu ka defektet të tjera, cilat janë? Që ka pas prej krizës përgjithshme që ndikojnë, edhe prej anarkisë që ne kemi në tregun tonë të Kosovës, dhe unë mendoj se një prej fushave ku duhet të investoj qeveria në të ardhmen, duhet jetë fusha e kontrollit, dhe e inspektimit, dhe duhet të ketë një ushtri të tonë të punësohet në inspektim. Dhe të ketë mosa konkrete për çdo shkelje. Ajo shkon për të mirën e qytetarëve, për të mirën e shtetit, po edhe për disiplinimin e atyre bizneseve që mendojnë se është një kohë e artë me përfituar rrethona të tilla. Po. Këtë ka funi, zoti Sholla, po kthehemi edhe herë tek zgjedhjet, për kësaj radhë tek zgjedhjet e 28 dhjetorit që u mbajtën para 2 ditësh. Si pot këto zgjedhje ishin të organizuara mjaft mirë në aspektin teknik edhe procedural dhe po ashtu edhe rezultatet shumë të shpejta të publikuara nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, pavarësisht se kishin 2 palë zgjedhje edhe tetor raundi i parë, por edhe raundi i dytë nëntor e zgjedhjet lokale. Si pot ju këto zgjedhje? Sepse edhe po e përfundojmë, si thamë në fillim, po e përfundojmë vitin me zgjedhje. Fatmirësisht, këto zgjedhje janë vlerësuar shumë pozitivisht, ashtu si që thatë edhe ju në aspektin teknik edhe procedural. Mirë, po këto zgjedhje kanë sjellë edhe disa elemente të reja, për shembull kur janë bërë krahasimet se fushata ka qenë shumë e shkurtë. Krahasu me fushatën parazgjedhore ka qenë 10 ditë. Mirë, po për shkak se ishin zgjedhjet parakashme. Efekti parë pozitiv është se ka qenë një fushatë shumë e qetë. Ka qenë një fushatë ku liderët kanë qenë shumë të kujdesshëm në përdorimin e fjalorit. Morën mësim nga zgjedhjet e kaluara? Po ashtu prej partisë kryesore VV-s ka qenë edhe një
një qasje e rej që morën pjesë në të gjitha televizionet ku ju dha mundësia që t'jenë prezent, që të japin pikpamjet e tyre. Ose marrën kritika të shumta për këtë, duke i bojkotu mediat, sepse çfarë ju kishin mediat? Nuk është kritika, po efekti ka qenë negativ. Efekti është negativ kur partia nuk shfrytëzon hapësirën që ja ofrojnë mediat, qoftë edhe zyrtarisht, edhe mbos ligjit mbi zgjedhjet, ato duhet të shfrytëzohen maksimalisht dhe kësaj radhe edhe VV-ja i ka përdor maksimalisht. Tjetër është pastaj rezultati i zgjedhjeve, ajo që thatë doli shumë shpejt, dhe e reja të rezultati është tash kemi bo tradit me i numru shpejt dhe sakt, mirë po, të krahasimi kur krahasohen votat e partive me votat në zgjedhjet lokale, që kanë qenë se zgjedhjet lokale i kemi pas shumë ofër në tetor, dhe kem po që megjithatë qytetari i Kosovës, votuesi i Kosovës ka arrit një shkollë të lartë të emancipimit, i cili din me dallu qeverisjen lokale prej qeverisjes qendrore. Në qeverisjen lokale, ai po kërkon dhe vlerëson aftësitë menaxheriale të jetës përditshme atje, ku lokalitetin ku ai jeton, ndërsa për problemet e mëdha shtetërore edhe për udhëheqjen shtetërore ka një kriter tjetër. Dhe këto nuk po e merr parasysh se kush është në pushtet në nivelin qendror, por kandidatin pavarësisht nga cila parti vjen. Nga cila parti është, ai ka dhënë vota me shumicë, ka shpreh besimin liderit, menaxherit nivel komunal në pushtetin lokal, se e din që ka të bëj drejt për drejt me ta. Dhe pastaj gjatë 4 viteve me ta merret. Pastaj në zgjedhjet parlamentare këto të fundit me 28 dhjetor, ai ka votuar tash për drejtues të shtetit, që zakonisht i themi leadership i shtetit. Dhe ai këtu ka pas tjetër kriter. Rezultati është më ndryshe se i non shkurtit të këtij viti. Ky rezultat që ka dalë deri më tani. Ishte ky rezultati pritur, zoti Shala, kështu edhe si e vlerësoni, sepse po themi ai ishte i pritur në kuptimin që e kishim 10 muaj gati bllokad. E kemi pas 10 muaj bllokad, është e vërtet, tash nuk po du me lujt të diturin pasi që janë kryer gjonat, por në analizë unë e kam prit këtë rezultat, sepse populli nuk është asnjëanës. Populli ka senzor shumë ndijshëm dhe ai përcjell dhe vlerëson çdo gjë që zhvillohet në shtet dhe që ka të bëjë me ta. Por ai nuk ka mundësi që të deklarohet në çdo mbrëmje si analistët ose si liderët që japin informacion në kohën e lajmeve. Mirë po ai krijon qëndrim. Dhe gjatë qëndrimit të tij dikujt i jep poena pozitiv, dikujt i ul poenat pozitiv. Dhe e ka shpërbly partinë pushtet, sepse populli nuk është i zhveshur për ndjenjes së patriotizmit. Edhe pse Kurti edhe qeveria është akuzuese se gjoja po përdor shumë veriun, po don me materializu, po bën populizëm, po bën këto, gjitha këto fundit janë konstatime boshe, sepse integriteti i vendit, siguria e vendit, sovraniteti i vendit nuk është populizëm, është detyrë e parë kushtetuese, edhe është detyrë patriotike. Populli i Kosovës nuk është i zhveshur prej patriotizmit. Është ky popull që shumë shpejt, po mendoj në kohë disa vite më parë ka përjetuar një luftë modhen nacional çlirimtare dhe ai e ka shumë të shtrenjtë lirinë. Ndërsa pala tjetër mendonte se mund ta sfidon partinë në pushtet duke qenë më e moderuar. Mirë po nuk e diti me gjithë sensin se ku duhet nalet ai moderim. Dhe ishte më e butë karshi pushtetit? Jo, ka shku deri te ajo sa që problemet e Kosovës me i po me syrin e ndërkombëtarëve. Të dosht mu paraqit shumë e moderuar, i sheh problemet e Kosovës me syrin e ndërkombëtarëve. Syri i ndërkombëtarëve është shumë i ftoftë karshi çështjeve tona në mbrëm. Kjo
ka qenë shumë qosje e gabuar e liderëve të partive opozitore. Dhe edhe për këte janë ndëshku, pastaj për disa deklarata që përsëri kanë të bëjnë me integritetin e vendit, me sigurinë e vendit, që dullën, edhe pse nuk ishte... Thoni që për blokadën më shumë u fajsuan partit ish opozitare se sa vendosja? Po kjo për popullin... Po kishte... Si mund fajsuar dikush që është me i vogël dhe se sa ai i modhi që ka fillu më fitu më shumë? Për popullin kjo është shumë ma thjesht se sa pyetjet retorike që na mund t'ja bëjmë njëri tjetrit. Populli e shtron problemin shumë ma thjesht. Ishte në blokad, po, e vërtet. Kush e çliroi prej blokade? Dihet kush e çliroi, që ata që ja votuan kryetorin e parlamentit. Mos i mujtën me bo këto në tetor, po të njëjtit kanë mujt me bo edhe në prill. Edhe në prill, edhe në mars, dhe për ato ju jetë fatura atyne. Ata e kanë pas këtë mundësi, partitë opozitore... Pra ju thoni gabuan që është fillim partitë opozitore? Sigurisht që kanë gabu. Dy persona shah kur luajnë, njoni e bën një lëvizje taktike, mashtruese për me çute pozicioni ku ta jep goditjen përfundimtare. Dhe opozita nuk donte me ja votu kryetorin e parlamentit, që i takonte edhe ashtu, dhe ta fuste pastaj në kohë me afatizim. Do të shkonin 2 javë dhe 3, dhe partia në pushtet do të detyrohej, VV-ja, partia e parë tash në këtë rast, do të detyrohej me kriju shumicën, me kriju qeverin, ose do të shkonim në zgjedhje, ose do të bëjnë një formë tjetër. Mirë, po nuk do të kishim këtë ngërç. Kjo çështje është shumë më e thjeshtë se sa... Edhe do të rreshikoshim pagat për shkak të mosmiratimit të buxhetit. Shumë gjona do të bëheshin. Këto janë thjeshta. Mirë, po nëse mendojmë në për studio me analist tash të interpretojmë me sofizma të bëjmë kështu, ajo është diçka tjetër pastaj. Mirë, po gjonat janë shumë praktike. Veprimi është shumë konkret edhe praktik, ashtu që shubon. A kishte mundësi me zgjat kryeministri Kurti Matutje kur e boni kryetorin? Jo, u caktua afati se duhet krijoj qeverinë. Po si janë afatet para me ligj? Janë afatet para me ligj, dhe ato nuk të i kaluan, edhe pastaj në çështje kohe, çështje kalendarike, vazhdoj Matutje, dhe sigurisht kjo i ka penalizuar ata mirë. Megjithatë, ai ishte lojë edhe mandatimi i Konjufsës për ta bërë qeverinë, nëse si kishte Kurti si mund t'i bënte Konjufsa. Po... Për ta shtyr, për ta deri në limite, të themi, me 28 dhjetor. Ndëgjoj. Edhe me kryetorin që ishte kandidat për parlament, u morë se gjoja unë si provë, si loj, mirë po e rrodha që Dima Lbosha të bëhet krye parlamentar. Po se su votu Alberin Haxhiu 55 herë. Po. Edhe ka 2-3 herë nuk u votu në Gërvalla e... Ato e ka pos shonsin shkurt që mos ta zgjosim kështu debatin këtë pikë. Po, e ka pos shonsin opozita me provua ka qitë për një me ajo. Tja kishte dhonë votat, ish bo për një me. Po derisa s'ja ka dhonë, ka qenë veç tentativë dhe iku ky rast shkoj, me gjithë se të themi drejten për të votu një kryeministër në parlamentin ku janë shumë parti, duhet ketë edhe marrëveshjen mes partive, sepse qeverit nuk... Këtë nuk e bëndë. Çështja e kryeparlamentarit ka qenë diçka tjetër, ndërsa çështja për kryeministër është diçka tjetër. Mirë, po edhe këtu kanë rënë provim partitë opozitore, dhe pastaj ndodhi zhbllokimi. Kemi edhe këto, ndoshta ju e keni edhe si pyetje, po pastaj për datën e zgjedhjeve, si u bo tek u bo. U bo për shkak të, u bo, kjo thash, a shtyti deri në limite me 28 dhjetor, kur edhe diaspora vjen, dhe vjen për të prit vitin e ri në vend lindje, tek familje të tyre, por që e shfrytëzojnë rastin me votuën e dihet që diaspora pak a shumë në një numër pak më të madh. E para, ka këtu një manipulim në konkluzion kër i jipet, atë në ka shty për shkak diasporën. A e ka shty? Unë si përshtetje, a e ka si pas jush? E ka shty, sigurisht që e ka shty për dotën që i ka levërdis ati ma shumë, po pyetjen unë po du me shtu ndryshe. Ku ka ndodhë ajo marrëveshje, ai në nënshkrim i marrëveshjes, i kontratës, në mes të diasporës
edhe të Albin Kurtit edhe VV-s, që ata me konë me VV-n. Diaspora, vetëm pak, diaspora është ne. Diaspora është ne. Ti në familjen tonë e din sa familjari ki jashtë, a ki motrat martu me jashtë, a ki... Gjdo familje është e do me ndysh e kosovarve me diasporën. Dhe si qenë kanë ata, dikush tjetër edhe na dikush tjetër. Ata janë tonët, sigurisht. Ata janë tonët. Nuk mund t'i... Mirë po, ku është frigat e diaspora? Edhe është pak e çuditshme. PDK-ja, që ka qenë më ofër me LPK-n, ka pos bozat e veta në diasporë dhe përfaqësit politike shumë herët prej të 81 së kënej. Prej 90-ës i ka pos LDK-ja, i ka pos dekte edhe nëndek në përëndim. Pikrisht VV-ja nuk ka pos struktura në përëndim. Prej ka, atëherët i lihet se diaspora qenë ka me VV-n. Diaspora, thash, jemi ne, janë familje tona të ndora për gjysë. Mirë po, ku është problemi me diasporën? Diaspora jeton në përëndim. Ajo është të punësuar atje dhe të ordrat i realizon atje. Ata jetojnë në shtetë ligjor, ata jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, ku ligji, rendi, demokracia kanë janë në tjetër nivel prej neve. Dhe mendimi tyre është i pavarur. Mendimi tyre është ma pak indikum prej tensioneve tona këtu të mrenshme. Dhe tash, dikush i frigohet këti mendimi që rrjedh nga një pozicion i tillë. Po nuk është dosht mu friksu për kësoj, kanë gabu partit opozitore që në fillim u shprehen për kundër diasporës se gjoja dota është bo që të vjetë diaspora, me gjithë se ma vonë e korrigjun këtë qëndrim, sepse të gjitha partiti kanë simpatizantet e vetë, që i kemë familjet edhe në përëndim. Sigurisht. Këtë për fund e kam një pyetje më që jemi në fund vetë edhe qeveria pritet të themelohet, të formohet shumë shpejt për shkak se numrat thuj se veç po dihen tashmë, edhe çka e pret Kosovën në vitin 2026 në rrafshin ndërkombëtar do të shala edhe në aspektin e integrimit, por edhe në ata të sigurisë, por edhe të dialogut, themi nështë me Serbinë dhe vazhdimit të kësaj agjendës integruese të Kosovës, ku themi ndërlidhen edhe dialogu, edhe çështjet e integrimit në Bashkimin Evropian, edhe në NATO, edhe në mekanizma tjerë. Ne njëherë konstatuam një ngërç gati gjatë ton vitit, sepse edhe janori ka qenë fushati i këtij viti që pelon. Dhe tash qeveria me sa po shohim do të krijohet shumë shpejt. Qeverinë e re e presin detyra shumë të shumta, e pret një dinamike madhe në shumë drejtime, edhe që duhet jetë mobilizuar shumë për të përballu me sukses gjitha këto sfida që i dalin. Se në prapë ka sfida në të madhe? Edhe po nisemi me sigurinë që e thatë jo. Siguria është sfide madhe. Mirë, po siguria nuk përballet vetëm me Kosovën drejt për drejt, po përballet edhe me aleatët, dhe aleatët kanë zjerë edhe ata mësime të mësuara, edhe në raport të politika ruse ka shi Ukrainës, që është një aneksim, një pushtim, mirë po edhe ka shi Evropës. Dhe Evropa nxjerr mësime të mësuara, dhe nga këto mësime të mësuara, edhe SBA dhe Evropa, e po në fund vitit që ka ndrruar qëndrimin ndaj Kosovës. Sepse Kosova me argumentet e veta ka dëshmu se ka problem me Serbinë. Dhe Serbia ka driblu shumë mirë të doshtë mu paraqit si urë në mes të përëndimit dhe Rusisë. Mirë po kjo kortë me këtë vitin 2025 ju ka sos, sepse ajo është drejtu në drejtimin e vetë ka lindja. Dhe pikrisht në këtë situatë re, unë pres që edhe NATO, edhe shtetet përëndimore, edhe SBA-ja, të bëjnë procedurat të përshpejtuara për të afru Kosovën drejt NATO, sepse antarësimin e NATO është më shumë çështje politike se sa ushtarake, mirë po edhe deklarata e presidentit Trump, ajo që është fut në ligjin e mbrojtjes edhe për sigurisë kombëtare edhe për Kosovën, ku sheh se duhet të përfundoj me njohje të dyanshme,
atëherë kjo do t'jetë ajo sfida që do t'ketë qeveria. Mirë po është në pozitë tjetër, është në pozitë shumë më të avancuar, duhet të kaluohet përmes kësaj, sepse SBA ka dhënë garancione të mëdha për Kosovën, do thotë edhe për antarësimin në NATO, mirë po edhe për fundimin e dialogut me njohje reciproke. Këto është vetëm ajo çështja teknike se si do të zbatohet pa mashtrim. Do thotë mos të bëhet ndonjë lëshim prej Kosovës, qoftë edhe asociacioni formal, pa u bën njohja prej Serbisë e pavarësisë së Kosovës. Dhe sigurisht kryeministri Kurti në këtë drejtim ka treguar shkatësi të mëdha edhe qëndrueshmëri të madhe për të duru presionet për të arritë ato që ka duhet për të mbrojtë pozicionin e Kosovës. Pastaj, sfida tjera do t'jenë sigurisht zhvillimi ekonomik i vendit edhe për të rikuperuar të gjitha ato shka na kanë godit gjatë këtij viti që pelon pas. Mirë po unë kam bindjen e thellë se me gjitha këto lëvizje pozitive që janë bën fund vitit, edhe me kompetencat që do t'i ketë qeveria e re, me numrat që do t'i ketë në parlament, mund të merr vendime që çojnë çështjen përpara dhe të mos akuzoj të tjerët se na pengun këta dhe na pengun ata, do t'jetë një provë e madhe për kryeministrin Kurti, për qeverinë Kurti 3, e cila duhet të realizoj premtimet e fushatës që i ka dhënë premtime shumë të fuqishme për zhvillimin ekonomik edhe për të venit edhe të mbrojtjes, dhe ne urojmë që qeveria ardhshme dhe kryeministri Kurti të realizojnë premtimet që i kanë dhënë në fushatë. Po, shpresojmë që të normalisht se për këta dhe votohen që të realizojnë premtimet. Zoti Shala, unë të kisha falenderuar shumë që ishte sonte në emisionin Info D dhe të fundit për këtë vit, edhe që të kisha uruar vitin e ri nga studio këtu e Info D-s. Faleminderit shumë për urimin, edhe unë përshfrytëzoj rastin që të gjithë shqiptarëve kudo që janë t'ju uroj vitin e ri, e posaçërisht teleshikuesve të televizionit juaj, t'ju urojmë vitin e ri me shëndet dhe të mira, jetë gjatë edhe shpresojmë për begati më të lartë në vitin që vjen. Po, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne kaq kishim për sonte, por edhe për këtë vit, me që është emisioni i fundit sonte për 2025, duke qenë se ka mbetur vetëm edhe një ditë deri në ndrimin e motmotëve, nga studio e Info D-s ju uroj të gjithë teleshikuesve, gjithë shqiptarëve, vitin e ri 2026 me dëshirën që të keni shëndet dhe begati gjatë vitit që po hym deri në vitin tjetër, tash po themi, ju përshëndes dhe mirëmbëjtje deri në takimin ton të radhës.